Nderuar të pranishëm, të dashur nxënës, të nderuar drejtor të shkollave fillore, i nderuar drejtori i shkollës së mesme, i nderuar kryesuesi i Këshillit Komunal, drejtor të ndërmarrjeve komunale, mësimdhënës, mësimdhënëse dhe ajo e cila ka bërë veprën më të lavdishme në vitin 2001 dhe është Krenaria e Kombit Shqiptar, Shkodrone Dardhishja. Të nderuar të pranishëm, ju përshëndes nga zemra dhe ju dëshiroj të keni shëndet pikëpari, zënës të dashur semi maturant, që e keni armërim përpara, e keni jetën përpara, e keni armërinë e Kombit Shqiptar përpara, ku dua të theksoj se në komunën e Likovës kemi një shkollë të mesme dhe ajo është shkolla e mesme Ismet Jashari. Kjo shkollë i plotëson të gjitha kushtet dhe ka 2 drejtime, gjimnazin e përgjithshëm dhe drejtimin e mjekësisë së përgjithshme apo për motër medicinale, që në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut është e vetmja shkollë që ka këtë drejtim, për arsye se i plotëson të gjitha kushtet, standardet për një proces edukativ arsimor për shkollë të mesme. Andaj drejtori elaboroi në mënyrë të detajuar, por unë një gjë do ju them, kjo shkollë është e veçantë. Kjo shkollë ka një emër të veçantë. Kjo shkollë, kushtet të cilët i ka, mund të them lirisht që është e ranguar nga ana e Ministrisë së Arsimit një ndër 10 shkollat e mesme më të suksesshme, me kushte më të mira dhe me proces edukativ arsimor më të mirë. Andaj, ju apeloj të gjithëve që të regjistroheni në këtë shkollë, të vini në këtë shkollë për të pasur një armëri më të mirë. Shëndet dhe të gjitha të mirët për të gjithë ju. Faleminderit. Nderuar të pranishëm, zënës të dashur, të nderuar përfaqësues të komunës Likovës, komunës më të bukur, komunës më të mirë, komunës më dashur, komunës më heroike në krejt botën. Herë kur e marr rrugën për me ardhur në këtë rajon, në këtë vend, në Likovën ku manohu, unë vi me dashuri, vi me pasion, e dini jetoj në Shkup, po ky vend kam dhe rëndësi të veçantë për jetën time. Jo veç që i kam themelet e mia këtu, jo veç që i kam njerëz të mi këtu, po jeni emblem e gjithë shqiptarisë, jeni vula e gjitha trojve etnike shqiptare dhe gjitha atyre sukseseve që rrodhen pas vitit 2001. Përshëndetje, unë jam Amra Fetaj, jam nxënëse e shkollës Ismet Jashari dhe këtë vit jam viti i parë. U bëj ftesë si gjithë nxënësve, gjithë semi-maturantëve të regjistrohen në këtë shkollë, sepse kjo shkollë ka kushte shumë të mira, ka kabinete të shumë llojshme ku realizojmë eksperimente të ndryshme. Në kimi bëjmë eksperimente të shumë llojshme ku janë me të vërtetë fantastike. Objekti shkollor është një vend shumë i mirë ku ka po ashtu edhe profesorët mundohen me të vërtetë më të mirën e tyre, ku realizojnë po ashtu eksperimente përmes smart table-it, ku në lëndën e fizikës ne po ashtu bëjmë eksperimente të ndryshme përmes shumë aplikacioneve të ndryshme. Në lëndën e gjuhës angleze bëjmë po ashtu përmes aplikacioneve të ndryshme, eksperimente, detyra dhe shumë gjëra të tjera. Me të vërtetë është një shkollë fantastike ku ju bëj ftesë të gjithë semi-maturantët ta bëjnë zgjidhjen e duhur. Faleminderit shumë. Shëndetje.
Unë jam Rinora Ismaili dhe jam nxënëse e vitit të tretë në shkollën e mesme komunale Ismet Jashari Liku. Mund të them se kjo shkollë është një shkollë me standardet e larta, e cila mua personalisht, sipas përvojës time, më ka ofruar shumë mundësi. Kisha edhe disa probleme shëndetësore, e si rrjedhoj, nuk isha e sigurt rreth asaj se duhet të pushoja dhe të vazhdoja më pas me arsimin e mesëm ose të vazhdoja së bashku me shokët e mi. Mirë po far stafit profesional, padrin e mësimdhënësve ashtu edhe drejtorin, të cilët më kanë dhënë përkrahje shumë të madhe dhe motivim për të vazhduar këtë rrugtim pa ndërprer. Unë sot arrita të kaloj edhe vitin e tretë me shumë sukseses. E kaluar jam sjellur edhe si nxënëse më e suksesshme dhe e shpërbyer në minjuje. Prandaj qëllimi im i kësaj interviste sot është që të ftoj të gjithë ata të cilët kanë synimin e jetë dhe kanë ëndra të cilat dëshirojnë të realizojnë. Mos u dorëzoni para asgjëje dhe mund të them se shkolla jonë është vendi më i duhur i cili ju udhëzon në hapat drejt së ardhmes. Përshëndetje të nderuar nxënës. Ju ftoj gjithëve që të na bashkangjiteni te shkolla jonë e mesme Ismet Jashari. Shkolla jonë ofron gjitha kushtet ashtu sikur çka e pam deri më tani. Ju bëj ftesë gjithëve nxënësve të shkollave fillore të cilët janë në klasë të nënta të mendohen mirë sepse ky vendim i juve do të mund të kustojë shumë. Andaj zgjidhni mirë një shkollë e cila i ka kushtet e mira dhe profesorët e mirë. Ju dëshiroj shumë suksese. Pa marrë parasysh ato të regjistroheni këtu apo jo, ju dëshiroj shumë suksese profi. Përshëndetje, unë jam nxënës i lartë Rexhefi, mjek i së ardhmes. Për momentin jam nxënës i shkollës së mesme komunale Ismet Jashari. Ju bëj ftesë të gjithë nxënësve të shkollave fillore të na bashkangjiten në këtë rrugtim të suksesshëm, që të krijojmë mjek dhe mjeke të ardhmes ende më të suksesshëm se që i kemi tani. Faleminderit.